Jo burrin e gën me rujt, po me mshel në dry. Jo, unë mendoj që dish me pas. Shkak ja nis nan çfarë ku jena ardh. Të nis çfarë gjenerata janë të ardh që tash, është domethënë katastrofë. Jo burrin e gën me rujt, po me mshel në dry. Jo, unë mendoj që dish me pas. Me gjithë diçka ti me pas me dhosh kasaj, me ta dhoni një shaj ose një diçka, që ti ata punim po folje, ndryshon diçka në raportin, ndryshon gjona. Normal, kur e sheti, kur e sheti të jep burrin tënd arsye për apo nuk po mohojnë as pak faktin që njëri ndoshta e ndjen atë pak asfar xhelozin kur partneri e shikon dikën tjetër, po duhet me pas një lloj vet kontrolli, po mendoj. Dikush edhe xhelozon pa lidhje, po a unë po them çfarë po do mu del lidhje. Çaja nuk bën me xhelozu pa lidhje, që për shembull. Unë shpe kontrollu veten aty drejt. Prej na kena palestrën Pej dhe kena domethënë mbi 500 klienta e kena në ditë që e frekuentojnë. Edhe 70% janë femna, çika të reja që vinë aty më ushtru. Kjo diku 40% rren aty gjatë ditës, unë rri ton kohën aty. Tash kjo i bjen mu tranu krejt që nuk bën se nuk bën me përzik punën, edhe unë për veti nuk jepi material gjithë kujt, edhe ne kry punën çysh duhet, edhe kjo është rahat.